Si e shihni sot rolin e gazetarit shqiptar në diasporë dhe keni ndonjë mesazh për gazetarët e rinj apo studentët shqiptar? Shiko, gazetari pavarësisht se ku është në diasporë apo në Shqipëri apo kudo, do të thënë sot kjo gazetaria është ndërkombëtarizuar shumë, mendoj unë. Edhe gazetarët kudo që janë kanë të gjitha burimet, të gjitha informacionet. Nuk është se ai në Shqipëri ka ndonjë privilegj më shumë se sa dikush si ju, për shembull, që jetoni në Boston. Por unë mendoj se ajo që duhet ta karakterizojë gazetarin është e para njëri të jetë i ndershëm me veten e vet, i ndershëm me lexuesit, sepse sot ka një fushë të madhe spekulimi. Ti mund të spekulosh, sot ka dhe deep fakes, ka dhe lloj-lloj gjërash që mund të bësh me kompjuter dhe mund t'i çorientosh lexuesit. Mendoj se gjëra më e mirë që mund të bëj një gazetar është të jetë i ndershëm me lexuesin, ta ketë këtë si thua si një cilësi të punës së tij, ta mbaj parasysh vazhdimisht. Kjo është kryesorja, mendoj, por nuk ka rëndësi nëse janë në diasporë apo në Shqipëri.